në fare, do vdesurie, sepse libri nuk lexohet, do më thënë, ka rënë, të zem, libra shtypen 50 kopje, ka plot autor që 20 kopje, do më thënë, atë që është vetëm sa për ta plotësuar atë, ose për ta përmbushat kënaqësinë e vetë, se ne autorët e kemi pak, si të thua, zhuri për dalë, për të bërë ato libra tonë, por dorën zemër, libri është i palexueshëm. Pra, unë kam linë jam vi nga Peja, kam jetuar natyrisht në Pej, në Prishtinë, kam jetuar në Belgjik për rreth 17 vjetë dhe Francë, dhe sërish jetoj shumicën e kohës, jetoj në Prishtinë, punoj jam pedagog në Universitetin AB, her pas herë mbaj mësim edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra jam një farloj vizitorit ose profesor vizitor në disa universitete atje, po them një njeri që du shumë letërsinë dhe sidomos poezinë, jam goxha i pranishëm në festivale dhe organizime ku bëhet fjalë për letërsinë, për panajiret për të ndryshme, festivalet me tekste të veçantë për poezi. Mbi gjitha këto, i përmende 17 vite jashtë vendit. E më intereson shumë dijetesa atje dhe si ka qenë, po themi ndoshta rrugtimi deri në ato vite. Po në fakt unë pas luftës Kosovës një kohë të gjatë kam punuar në medje, dhe më thënë kam qenë pjesëtar i UÇK-s dhe pas demobilizimit prej luftës, pra jam marrë me gazetari, kam punuar si gazetar të njëjtën kohë dhe kam bërë studimet themelore, pastaj ish gënjur thellësisht sepse liria e kishim idealizuar se gjithçka kur është në liri, gjithçka është e përkryer dhe ajo nuk na doli krejt e vërtet, pra doli edhe me zhgënjime të shumta, ke parasysh entuziazmi shndrohet në zhgënjim të madh. Po aq sa ke entuziazm, kur shes se gjërat nuk shkojnë as i soj dhe është ndoshta edhe normale të mos shkojnë në një vend të shkatruar tërësisht, ku gjithçka ishte shkatruar djegu me përjashtim të shpresës. Pra unë në vitin 2006 për herë të parë jam larguar drejt Francës, drejt Europës. Atje pastaj kam filluar ta marr vetëm, kam filluar të stabilizohem, më pas... Shkove për një jetë më të mirë? Po, jo, ta them të vërtetën, kam shkuar i zhgënjur që të mos kthehem kurrë, sepse kjo ishte zhgënjimi i madh. Madje punoja në media dhe isha dhe i papaguar ato pagat që punoja. Domethënë ishte një zhgënjim i jashtëzakonshëm. Mirë, po nuk e mbajta fjalën sepse asnjëherë nuk kam net më gjatë se 3-4 muaj, maksimumi ka qenë 4 muaj ose themi 5 muaj, ndoshta nëse s'm kujtohet, parë në Kosovë dhe un posedoj dokumentacion, domethënë qytetarit e Europës, por këtu kthehena sepse e duk të vend. Po them unë e kam mundësinë për të shkuar sërish sepse i kam të gjitha dokumentet dhe para kushtet, domethënë të kthehem sërish në shtëpi atje, por unë e kam vetëm një adhe, dhe adheu im është kjo Kosovë, natyrisht Kosova shqiptar vendi im, dhe duke ditë veten se nuk kam tjetër adhe rezervë, kthena, pra e dua dhe nuk kërkoj të mira nga ky vend. Nëse mund t'i jap diçka mirë, por nuk pres më shumë. Përpiqem krejt çka di ta përkthej në të mirë, duke nisur nga puna me studentët, gjithë dijen dhe potencialin që e kam përpiqem ta përdor për të mirën, natyrisht edhe punën që kam me media, se unë jam pedagog i gazetarisë, domethënë sidomos nivelin master, mbaj mësim atje dhe mentorime që i bëj, përpiqem gjithë energjinë ta kthej, pra që të bëj përvojën time jo vetëm të ndërtuar këtu dhe në Kosovë, por edhe përvojën time që e kam arritur në Bruksel për vite të tëra si antar i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Evropës, pra në një shoqat që është ndoshta ndër më të mëdha në botë, dhe kjo mjafton kur e shoh vendin tim duke lëvizur, se tash më pyet dikush, a je i kënaqur me gjitha këto rrethana, pastaj është diçka tjetër, por thash unë nga vendi im nuk kërkoj asgjë. Përpiqem t'i jap çka mundem dhe thjesht duke dashur këtë vend, ndihem mirë dhe jam kthyer këtu dhe dëshiroj që fëmijët e mi ta duan kësaj. Se a do ta duan, pastaj varet se ata kur do të rriten, por me shumë përkushtim përpiqem që t'ua mbjell një dashuri për vendin tonë, sepse kësaj, pra jemi një vend që ndoshta rreth 50% qytetarëve nuk jetojnë në atë dhe për fat të keq që dikush ka ikur për një jetë më të mirë, dikush ka ikur në rrethana të robërisë klasike kur ishin vitet 90-ta me tekste të veçantë, dhe një pjesë për fat të keq që nuk shkojnë as për njën, as për tjetër, po shkojnë vetëm se s'dinë çfarë të bëjnë me jetën e tyre, sepse ka një pagë, ka një mundësi
realisht shumë të mirë këtu dhe shkon lviz atje. Kjo është pjesë që pastaj është një temë tjetër që duhet të shkrim. Është gënjim gjithsesi, po është një temë me gjatë dhe ndoshta s'është as koha të flasim për Më këtë. bëri përshtypje kjo pyetja që vetë se e parashtrove, po nuk është se u thellove shumë në përgjigje. A je i kënaqur në këto rrethana? Po në fakt, tash është problem dhe kjo të përgjigjem